Në radhë parë, po përfitoj nga kjo video të uroj të gjithë besimtarët musliman gëzuar Bajramin, gëzuar Fitër Bajramin, Bajramin e madh siç e quajmë ne, dhe shkaku i kësaj video është pikërisht kjo ndarje. Pra pse në Shqipëri, sepse shumë veta më kanë pyetur këto ditë dhe në fakt s'kam ditur si të jap një përgjigje, u desh të konsultohesha dhe unë me teolog dhe me njerëz që kanë më shumë njohuri fetare, më kanë pyetur. Pse ka dy Bajrame? Çfarë do me thënë Bajram? Pse kemi Bajramin e madh dhe Bajramin e vogël në Shqipëri dhe pse sot përdorim Fitër Bajram apo Kurban Bajram? Kështu që ka një sër pyetjesh që për t'ju dhënë përgjigje natyrisht ka nevojë për një kulturë më të madhe religjioze, por padyshim lidhet edhe me rrethanat historike në të cilat ndodhem. Në fakt do flas për diferencën midis dy Bajrameve, do flas çfarë është Bajrami në përgjithësi, gjithmonë si një vëzhgues i thjesht, pra jo si njeri i mirë informuar, pra një teolog i mirë informuar. Njëkohësisht, do doja t'ju flisja pak edhe për historinë, se si është persekutuar, sepse gjithmonë jemi fokusuar dhe një pikë edhe kleri musliman në Shqipërinë vitet e komunizmit. E para, Bajram do me thënë fest. Fest, dhe kjo është gjua me cilën, ose termi me cilën e kemi njohur gjithmonë. Bajram, edhe si në Shqipëri, si në Kosovë, si në shqiptarët e Maqedonisë. Në Shqipëri ne përdorim termin Bajram i madh dhe Bajram i vogël. Po pse ndahen tilla, pse janë dy Bajram? E thash e para, Bajram do me thënë fest. Ka dy festa të përcaktuara pra në besimin musliman. E para është Bajrami i madh, siç e quajmë, ose Fitër Bajram. Fitër do thot rikthim në normalitet, pra rikthim në normalitetin që kishim. Ndërsa Kurbani është një Bajram tjetër që lidhet me Kurbanin që i bëhet Zotit. Tani, po shkoj me të madh dhe me të vogël. Fitër Bajrami është Bajrami i madh. Kurban Bajrami është Bajrami i vogël. Pse i ndaj në këto dy forma? I ndaj në këto dy forma se tash Bajrami quhet fest, është festa e besimtarëve musliman dhe janë dy festa. Një fest është në mbyllje të muajit të Ramazanit. Muaji i shenjtë për besimtarët musliman, muaji kur ti del nga normaliteti, agjeron, kufizon veten në ngrënie, në shumë gjëra, edhe që padyshim është një prej muajve thash më të rëndësishëm besimtarëve musliman, një muaj i gjatë, dhe në fund të tij është Bajrami, Fitër Bajrami, i cili thot festa e rikthimit në normalitet, sepse mbas këtij agjerimi, mbas sakrificës që ke bërë për Zotin, ti rikthesh në normalitetin tënd. Ky është Fitër Bajrami. Pikërisht Fitër Bajramit ne i thoshim Bajrami i madh në gjuhën shqipe dhe asociohet. Është vetëm terminologji shqiptare. Shqipëria, Kosova deri diku Maqedonia, po nuk e kanë vende tjera, s'ku në botë që toni madh dhe i vogël. Konsideroj madh, nëse i pyet njerëz, sepse vinte mbas një muaji të gjatë të agjerimit, pra të Ramazanit, dhe në këtë mënyrë konsideroj një Bajram më i madh, me sakrifica më të mëdha ndaj Zotit, dhe padyshim si një fest më e madhe, se ishte mbyllje të muajit Ramazanit. Ndërkohë, rreth 60 ca ditë nga Bajrami nga Fitër Bajrami është Kurban Bajrami. Kurban Bajrami është Bajrami në të cilin ti i bën fli Zotit, është shumë e hershme edhe në besimet tjera fetare, po muslimanët e kanë më të ngulitur këtë, është ti flijon Zotit diçka dhe atë që ti flijon, pra kafshën që ti e bën kurban, e mban një pjesë vet, një pjesë të afërm vetu dhe një pjesë njerëzve në nevojë. Pra ndahet në 3 pjesë dhe i dorëzohet pjesë ndryshme. Atë që ti e gatuan vet për festën, atë që ja çon të afërm vetu, po për festën dhe atë që ja shpërndan njerëzve në nevojë për festën. Ky quhet Kurban Bajrami. Në Shqipëri njihej si Bajrami i vogël, për arsyen e thjeshtë se nuk vinte nga sakrifica madhe pra e Ramazanit. Kështu që termi Bajrami i vogël është një term tipik shqiptar që ne e kemi pasur gjithmonë. Natyrisht Bajrami ka qenë një festë e hershme në Shqipëri, një festë e cila është festuar më parë, janë të famshme edhe këngët që lidhen me Bajramin, me duhet blije rroba të reja, duhet ftojë njerëz për drek, dreka e Bajramit ka qenë shumë e festuar në Shqipëri, edhe ata që kishin më pak të ardhur e mundësi më të vogla financiare. Ndërkohë që në vitet e komunizmit kjo u kthye në një izolim të plot. Dhe unë nuk e harroj kurrë stërgjyshen time, e cila mundohej të llogariste ditët e Ramazanit, sepse e humbën sensin, nuk kishin ku ta merrnin vesh informacion, nuk e dinin kur duhet fillonte Ramazani, qellonte e fillonin me një ditë vonesë ose një ditë përpara, pyesnin njëra tjetrën gratë e vjetra që është sot Bajram, s'është sot Bajram, çfarë po ndodh me Bajramin. Është Ramazan, s'është Ramazan, çfarë po ndodh me Ramazanin, por gjithsesi arrinin ta gjenin dhe të agjeronin. Agjerimi ishte i fshehtë. Në qoftë se ti do kapesh duke agjeruar, në qoftë se ti do kapesh duke kryer një ritual fetar, kush do qoftë ai,
në kodin e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dënoheshe shumë rënd. Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë kishte përcaktuar një nga nenet kryesore, që Shqipëria është vend ateist, nuk ka besime fetare. Ishte i vetmi vend ateist i globit. Insistoj dhe njerë, ka dhe vende tjera që kanë krijuar probleme për besimet fetare, por është në mënyrë absolute Shqipëria i vetmi vend ateist i globit. Në Shqipëria komuniste flas. Nga viti 1976, kur u bë Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, si ka kaloi nga Republikë Popullore Socialiste, deri në vitin 1991, në fakt nëndor të vitit 90 që një dekret i parë Ramizalis, Shqipëria u bë i vetmi vend ateist i botës për 167, por në kushtetut për 14 vjet, por se de facto për 23 vjet e gjysëm ishte vend ateist, sepse që në 1967 u mbyllën gjitha besimet fetare. Shqiptarët besonin, është e çuditshme, arrinin të gjenin Ramazan, arrinin të gjenin natën e Kadrit. Kam treguar një histori që më ka bërë përshtypje, kam treguar te libri Tirana e Nonës, tërgjyshja ime që besonte, dhe shpeshherë shkonte te Dervish Hatixheja sepse ishte Bektashie. Shkonte gjithmonë me një pakolloku me vete që të dukej sikur po shkonte për vizitë, dilte na pritse një grua e moshme, edhe emrin nuk e mbaj më sepse merrte edhe mua që dukej sa më normale, dhe biseda aty ishte kryesisht te besimi fetar. Është e çuditshme se si njerëzit nuk e humbën shpresën, nuk e humbën besimin fetar, nuk e humbën besimin tek Zoti edhe në ato kushte. Flas të gjithë besimet fetare, por në këtë rast me që është festa e Bajramit, po fokusohemi tek muslimanët. Nuk e harroj kur ne shkuam një natë për natën e Kadrit. Në atë kohë grupet e kontrollit punëtor dhe të rinisë derdheshin nëpër Varreza për të parë se mos kishte qirit ndezur për varre dhe mbanin shnim tek varri kujt kishin gjetur qirit. Stërgjyshja ime kishte gjetur një qiri që ndau në tresh për të 3 motrat e saj, pra 2 motrat dhe tjemën, dhe shkuam atje, na kapi grupi i kontrollit punëtor, na kapi ndalje, tha çdo këtu, dhe stërgjyshja ime nuk mohoi asgjë, tha bir, tha unë besoj, unë kam besuar gjithmonë, unë kam ardhur për natën e Kadrit për të ndezur një qiri motrave dhe nënës time, po deshet më fusni në burg, unë kaq di, kaq bëj, unë jam besimtare. Ngelën grupi kontrollit punëtor dhe i rinis, ngeli dhe tha, nën, tha, ti mos e përsërit më këtë, tha, se po merr në qafë dhe këtë djalin e vogël, tha, që po e mëson me këto lakra në kokë, me këto gjëra që nuk janë normale dhe që s'duhet besojmë, dhe kështu ikëm shpëtuam. Megjithatë, në vitin 1990 ka qenë e jashtëzakonshëm hapja e objekteve të kultit, dhe me që është Bajram po fokusohem tek hapja e xhamisë së Plumbit në Shkodër, që u hape para, ku musliman, katolik, ortodoks, të gjithë bashkë morën pjesë në hapjen e xhamisë së Plumbit. Është një pamje manice ajo, me Hafiz Sabri Koçin në krye, dhe njëkohësisht në 11 janar u hap xhamia e Tembeut në Tiranë, kam qenë vetë prezent aty, sheshi ishte mbushur si kurrë ndonjëherë, kishin ardhur të gjitha besimet fetare për të hapur objektin e kultit. Ajo hapja atje më bëri të kuptoj, sepse unë nuk isha arritur me besim, nuk e ndija besimin fetar, ne ishim rritur një brez kryesisht mbështetur mbi ateizmin, e kuptova që lufta me besimin fetar ishte një luftë e pamundur. Kështu që të gjithë ata që kanë sakrifikuar në vitet e komunizmit, të gjithë ata që besojnë tani, gëzuar dhe për shumë vjet Bajramin. Bajramin e madh ose Fitër Bajramin, siç thuhet.